të gjithë banorët e fshatit, po them njësi insuroj, se s'po marrim edhe fshata tjerë, paktën kanë nga 2 makina. Një e kanë për rrugën Kaldram, një e kanë për asfalt. Shpenzoj 1000 kg naftë në vit. Ka 1000 lekë që merr shteti mu, i thonë 1 milion vetëm naftë. 1 milion merr taksa, siguracione, kualidime e tjera, o bon 2 milion. S'po e lom tjetër në kohën e humbur, punën larg, e shumë tjera. Ku shkoj këto parët e mia? Pse du ta quj veten unë shqiptar i Shqipërisë? Ta quj i Kosovës më vëlla, ta quj i Maqedonisë. Pse më mirë nga ana tjetër? Më mirë, 100 mirë. S'du ta quj fare qytetar i Shqipërisë. S'du ta quj veten. Përderisa më ka shteti mua. Kjo është mungesë respekti. Kjo është shkelje mbi drejtat e njerëzit. Po paguajmë taksat dhe s'marrim shërbimin. Kjo është. Nuk na shërben shteti taksat gjitha? Po gjitha e paguajmë. Gjelbrim, ndriçim, Gjitha. pastrim, I llogarim afërsisht 2 milion vetëm makinat. Po paguajmë TVSH-n edhe bukën, edhe domatën, edhe çdo që e blem e paguajmë TVSH shtetit. Edhe këto janë taksa. Po edhe dritat i paguajmë. paguani. Edhe ne paguajmë. Gjitha këto janë taksa. Atëherë një krye familjar në këtë fshat e furi që jep shtetit është 5 milion lekë. 5 milion lekë. Po të paktën 20% investojë shteti. Këtu është 0% investim. 0%.